Nëntëmbëdhjetë-vjeçaria vret veten një ditë pas dasmës. Familja e burrit e kritikoi për fustanin. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Azerbajxhan, ku një 19-vjeçare ka kryer vetvrasje një ditë pas dasmës së saj, vetëm për shkak të kritikave nga familja e dhëndrit për fustanin që ajo veshi në ditën e madhe. Mediat e huaja raportojnë se Lejman Mammadli u akuzua nga bashkëshorti dhe familja e tij se në dasëm ishte shfaqur lakuriq vetëm për shkak se kishte zgjedhur një fustan që i zbulonte supet dhe krahët. Babai i saj, Murat Bejramod, tha se ajo ishte tronditur nga kritikat dhe menjëherë pasi vrau veten në kopshtin e shtëpisë së prindërve të saj në Mingaçevir të Azerbajxhanit. Dhëndri i vajzës sime dhe prindrit e tij shkaktuan një sherr në shtëpinë time për shkak të fustanit të saj të nusërisë. Vajza ime nuk e duroi dot dhe i mori jetën vetes, tha ai. Edhe pse feja e Mammadlit nuk është raportuar, Azerbajxhani është një komb me shumicë muslimane. Babai i saj i mohoi me forcë raportet e medias se vajza e tij mund të jetë ndjerë e detyruar të martohet me një burr më të madh në moshë, Elnur Mammadli, 33 vjeç. Pas festimit, Elnuri erdhi në shtëpinë tonë me prindrit e tij dhe shkaktoi një debat të madh. Ata na thanë: "Çfarë turpi? Si mund ta lejosh vajzën tënde të vesh një fustan nusërie kaq të turpshëm dhe zbulues?" Ne u përgjigjëm se ishte një fustan normal, lloj që veshin shumë nuse, por ato nuk qetësoheshin dhe vazhduan të grindeshin. Mosmarrveshja vazhdoi edhe të nesërmen. Prindrit e burrit e akuzuan vajzën time se u kishte turpuruar familjen. Vajza ime nuk mund ta duronte. Mes ankthit dhe trazirave emocionale, ajo i dha fund jetës së saj, tregoi ai. Burri i saj i ri tentoi të merrte pjesë në funeral, por babai i shqetësuar tha se nuk pranoi t'i linte të qëndronin dhe i nxori jashtë.